Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shkon në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Presidenti Vjosa Osmani shpalli dekretin për shpërndarjen e parlamentit. Shkaku bë dështimi mbajtjes së seancës për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në një konferencë për shtyp, Vjosa Osmani argumentoi përpara opinionit publik vendimin, duke deklaruar se kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj, por për të garantuar funksionimin e shtetit. Vjosa Osmani kujtoi deputetëve se kanë patur 23 ditë kohë për të përmbushur detyrimet për zgjedhjen e kreut të Republikës. Përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar. Për fat të keq. Osmani është e bindur se asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Kushtetuta nuk funksionon me logjikën e komoditetit politik. Ajo funksionon me logjikën e përgjegjësisë institucionale. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Lëvizja vetëvendosi është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim mbi seancën e kuvendit për zgjedhjen e kreut të shtetit. Kryetaria e kuvendit Kosovës, Albulena Axhiu, shkruan se kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e afatit kushtetues që lidhet me procedurën e zgjedhjes së kreut të shtetit. Për këtë çështje ajo deklaroi se ka njoftuar dhe presidenten Vjosa Osmani. Në mungesë të kuorumit, Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin e Republikës, në kushtet kur në seancë ishin të pranishëm vetëm 66 deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu mbylli seancën deri në momentin që do të plotësohej kuorumi për votimin me 2/3 e deputetëve. 66 deputet, me këtë rast nuk ka quorum për të vazhduar më tutje me votimin. Disa herë në këtë seancë i bëra thirrje deputetëve të cilët mungojnë që të vinë, të jenë pranishëm në përputhje me kërkesat e Kushtetutës Republikës Kosovës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Rrjedhimisht nuk mund të vazhdojmë me votimin e raundeve. Merret vetëvendosi ofroi 2 kandidatet e saj për zgjedhjen e kreut të shtetit. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arberia Nagafsi përpara deputetëve të shumicës paraqiti kandidatin e parë të kësaj partie, Glau Konjusën, ndërsa në sallë mungonte opozita. Kam nderin e veçantë që sot para jush të prezantoj kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për President të Republikës Kosovës, zotin Glau Konjusë. Kandidati i dytë nga vetëvendosja u ofrua nga deputeti Artan Abrashi. Ai prezantoi deputeten Fatmire Mulhaxha Kolçaku për funksionin e kreut të shtetit. Opozita ishte vendosur për të mos marrë pjesë në seancë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se pret shpërndarjen e kuvendit. Kosova po futet drejt një procesi të ri zgjedhor në orën 12 mes natës, DDK pret dekretin për shpërbërjen e kuvendit dhe sa më parë dhe konsultimet për saktimin e datës së zgjedhjeve. Sipas tij, Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë përpjekje për të bërë marrëveshje politike, por dhe për gjetur një konsensus të gjerë. Abdigjiku kujtoi se LDK ka mbajtur komunikime me të gjitha partitë, ka dhënë zgjidhje, ka dhënë alternativa dhe ka pasur gatishmëri të plotë për konsensus. Abdigjiku kujtoi se kjo gatishmëri nuk është përputhur me ambincet e palëve të tjera. Ne kemi qenë në pozicion të ofrimit edhe të marrëveshjes politike, cila është refuzuar, edhe të gatshëm për konsensus, po s'na është ofruar asnjë emër asnjëherë. LDK s'ka refuzuar asnjë emër. Prandaj kjo është e vërteta dhe mbi këtë vërtet kemi pasur paraqitje publike, keni parë deri më tani, por jam konsideruar se votat e LDK-s janë të mjaftueshme, është kërkuar më tepër, ne kaq kemi pas vota, kaq ka qenë mbështetja qytetare për LDK. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, e vlerësoi si improvizim seancën e jashtëzakonshme e thirrur për shqyrtimin e amendamente kushtetuese për të zgjedhur presidentin e Republikës. Tahiri deklaroi se ndryshimet kushtetuese nuk mund të ndodhin brenda natës. Sipas tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk bëhet pjesë e spektakleve. Krejt çka ka ndodhur sot është një improvizim politik për të qenë gjoja se një porosi që po dojmë me zgjedh presidentin, e në fakt qytetarët e Kosovës e presin vetëm një vendim. Vendimin i cili ose do ta zgjedh presidentin konsensual që nuk po ndodh, ose vendimin për shpalljen e zgjedhjeve. Andaj veprimi ynë politik ka qenë veprim për të qenë sot një porosi tek qytetarët e Kosovës
që Alianca për Armiqërinë e Kosovës nuk vjen prej dhe as nuk bëhet pjesë dhe kur nuk do të jetë në një pozicion ku flitet për fatin e institucioneve Kosovës, ku flitet për rregullin kushtetues, ku flitet për aspektet ligjore dhe juridike, vetëm sa për të bërë një spektakël publik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.